Derisa inteligjenca artificiale është në temat e përditshme globale, nga teknologjia e kreativiteti deri tek etika, artisti vizual Bardhyl Bejtullahu nuk e trajton atë si kërcënim, por si mjet eksperimentimi artistik. Ta njëjtën mbrëma në ambientet e kafe galerisë Hani i dy Robertëve në Prishtinë, është hapur ekspozita e tij Qysh sheh AI. Është projekt që vendos përballë veprën origjinale dhe interpretimin e saj përmes inteligjencës artificiale. Kuruar nga filozofi e kritiku i artit Shkëlzen Maliqi, ekspozita ndërtohet mbi një pyetje të thjeshtë në dukje, por komplekse në përmbajtje. Se si ndryshon një vepër arti kur i kërkohet inteligjencës artificiale ta shohë atë nga perspektiva të ndryshme njerëzore. Konceptin nuk e vendos IA në pozitën e autorit, por e përdor atë si instrument për të transformuar perceptimin mbi të njëjtën vepër. Në ekspozit prezantohen si punimet originalit të Bejtullahut, ashtu edhe versionet e gjeneruara përmes inteligjencës artificiale. Rezultatet janë të orientuara nga udhëzimet që simulojnë mënyrën se si mund të shohë një fëmijë, një i moshuar apo profesionist nga fusha të ndryshme. Autori i ekspozitës ka thënë se ideja për perceptimin e ndryshëm të së njëjtës vepër e ka shoqëruar prej kohësh dhe nuk lidhet vetëm me zhvillimin e inteligjencës artificiale. Ka qenë një sfidë, po ideja më ka preokupuar qysh edhe ndoshta para se me qenë inteligjenca artificiale. Thjesht në këtë ekspozitë kemi trajtuar perceptimin. Domthonë jo vetëm të artit, por në përgjithësi perceptimi i situatave të caktuara të ndryshme. Ka njerëz që gjykojnë për një kënd ndryshe, dikush e pak më ndryshe. Ai ka treguar se pikërisht reagimet e publikut ndaj veprave të tij e kanë shtyrë drejt këtij eksperimenti. Më ka inspiruar fillimisht me eksperimentu pak me veprat e mia. Si ka pas komente për njerëzve, okay, në këtë pikturën peshon një formë më kështu ose një figurë kështu që ndoshta as vetë se ku vendos. Edhe më thonë çish më shumë me vizualizu. Tash mendimin e AI-s kam provu më u dhon promptin që i thonë në këtë industri, edhe me pa çfarë rezultate po marr. Procesi, sipas Bejtullahut, nuk ishte dorëzim i autorësisë, por drejtim i teknologjisë. Organizmi po gjenerimit e para më ka dok intriguese dhe masnej në takim me kuratorin Shkëlzen Maliqi, kemi vendosur me zhvillu edhe me bëj ekspozit. Edhe kemi marrë një rezultat interesant besoj. Tash varet edhe për njerëzve që pushon shumë njerëz që kanë ardhur, për komenteve të tyre që gjykojnë, po do të thonë që kjo nuk është vula që na kemi ekspozuar sot, po disa fjalë nëse ja ndrojmë promptit na dim që na jep një gjenerim tjetër, mirë po unë kam udhëzu ai që mos më ik shumë pe konceptit pikturës ta mirujt përgjithësi format, ngjyrat deri dikun, po me shndruar në një perceptim të caktuar. Për shembull, siç çysh është një fëmijë, çysh është një moshon, çysh është një arkitekt, një dizajner grafik ose diçka dhe këtu kemi rezultatet. Mesazhi që autori i ekspozitës synon ta përcjell me Qysh sheh AI mbetet i qartë. Teknologjia është mjet, jo zëvendësim. Ai ka shtuar se shpejtësia e prodhimit nuk e zëvendëson vlerën e krijimit artistik. Koha është shumë më e shkurt, normalisht gjenerimi bëhet më i shpejt, po nëse ke fjalën edhe për krahasimin apo vlerën, cila ka më shumë, unë për veten nuk dyshoj që vepra origjinale e autorit e ka vlerën shumë më të madhe. Se AI unë e thëmë nuk ka shpirt, artisti kur krijon diçka qoftë në art figurative, në pikturë, në muzikë, në film, artisti lën një pjesë të vetes aty, një pjesë shpirti, kështu që AI-ja nuk ka shpirt, as nuk ka emocion. Ajo krijon ose përpunon urdhrat tona. Në hapësirën ekspozuese, kjo marrëdhënie bëhet e dukshme që në kontaktin e parë me veprat. Punimet e vendosura në rend krijojnë dialog vizual midis veprave origjinale dhe transformimit nga inteligjenca artificiale. Kompozimet abstrakte ruajnë gjurmët e autorit, ritmin e ngjyrave, strukturën dhe energjinë e veprës, ndërkohë në versionet e gjeneruara shfaqen shtrembërime në imazh, zhvendosje dhe interpretime të reja të formave. Aty elementet figurative dhe abstrakte ndërthuren në hapësira të paqarta midis reales dhe të asaj që imagjinohet. Sipërfaqja duket e fragmentuar si të ketë qenë një vëzhgim i ndërmjetësuar.
është pikërisht ajo që ekspozita synon të vërë në diskutim, se a e shet teknologjia një vepër, apo vetëm e rindërton atë sipas urdhrit. Kuratori e ekspozitës, Shkëlzen Maliqi, ka thënë se ekspozita është provë për të parë se çfarë mund të bëjë inteligjenca artificiale në industrinë e kreativitetit në kohën kur bota friksohet se inteligjenca do të marrë përsipër punën e njerëzit. Ka një farë aktualitetit e për të madhë, sepse ka ardhë bardhëyli me një ide që originalet e veta të riprodhoj ose të shërë, të ndaj me inteligjencën artificiale. Më dhe në kjo ekspozita ka titullin Si she AI. AI-a është çudia më e madhe që i ka ndodhur tash njerëzimit, të gjithë flasin për këto, do friksohen se ka me mbisëndu njeriu, edhe është rrezik se për shembull në prodhim ose dikun tjetër inteligjenca artificiale për zaventson fuqinë punëtore. Thjesht shumë pyetje shtronë, po kjo është një eksperiment ose një provë me këqyrë të pusha e kreativitetit, çka mund me bo AI-a, si është AI-a ose si e realizon AI-a kur e jep një detyrë me bashkëpunu ose me u referu originaleve. Sipas tij, rezultatet nga ekspozita kanë dëshmuar se edhe kur ndërhyn teknologjia, mendimi origjinal artistik është i dallueshëm. Kjo ka dalë mjaft interesante. Në këtë rast vetë originalet i ka respektu deri dikun kompozicion në shkak inteligjenca artificiale, përmandej me që pyetjet kanë qenë ashtu si e sheh këtë vepër një fëmijë ose një plak ose një psikiatër, edhe ai ka provu me i përshtat. Edhe është interesant është me krahasu, janë 2 ose 3 variante, kështu. Edhe mundu me krahasu. Mipon këto vepra në vërtet janë të gjitha janë origjinal. Dramaturgu Arjan Krasniqi ka cilësuar ekspozitën si provokuese e interesante. Është një ekspozitë jashtëzakonisht provokuese dhe interesante e artistit vizual profesor Bardhyl Bejtullahu, me një temë, me një çështje dhe me një koncept interesant në raport me inteligjencën artificiale dhe potencialisht ndikimin që mund ta ketë ajo në art, jo rastisht titulli është Si është AI, pra inteligjenca artificiale. Profesor Bejtullahu njihet për një punë kreative në fushën e arteve vizuale dhe mendoj që kjo ekspozitë ta ngjall korreshën e publikut për ta vizituar, për ta parë dhe për ta vlerësuar si kreacion provokues artistik, marr parasysh faktorin e inteligjencës artificiale që tashmë e ka përfshirë gjithë globin dhe në një mënyrë ose tjetër po ndikon apo po influencon edhe në drejtimet apo disiplinat artistike. Ekspozita Qysh sheh AI konsiderohet si eksplorim artistik mbi perceptimin njerëzor përmes inteligjencës artificiale.